Në një shtëpi ku çdo emocion amplifikohet dhe çdo marrëdhënie vendoset në lupën e publikut, lindja e një çifti të ri është gjithmonë një nga momentet më të bukura dhe më të komentuara. Këtë herë, vëmendja është përqendruar tek Edisa dhe Miri, dy banorë që dalën ngadalë po ndërtojnë diçka që duket më shumë se thjesht një afrimitet i zakonshëm. Që në fillim, mes tyre është vënë re një kimi e veçantë. Nuk bëhet fjalë për një tërheqje të menjëhershme dhe të zhurmshme, por për një lidhje që po rritet natyrshëm, me buzëqeshje, biseda të gjata dhe një mirëkuptim që duket i sinqertë. Ata duken të qetë pranë njëri tjetrit, sikur gjejnë rehatin në prezencën e tjetrit, gjë që në një ambient kaq të ngarkuar është shumë e rrallë. Edisa shfaqet e ëmbël dhe e kujdesshme, ndërsa Miri duket i drejtë për drejtë dhe pa shumë lojra. Kjo kombinim i bën ata të duken të balancuar, sikur plotësojnë njëri tjetrin. Shikimet që shkëmbejnë, mënyra si qeshin bashkë dhe momentet e vogla që ndajnë gjatë ditës krijojnë një atmosferë që nuk mund të fshihet as nga kamerat, as nga banorët e tjerë. Dhe pikërisht këtu lind ajo që publiku e ndjen menjëherë, pritja për puthjen e parë. Është ajo faza kur gjithçka është në ajër, kur ndjenjat janë të dukshme, por ende nuk janë konkretizuar në një veprim. Kjo pritje e bën historinë e tyre edhe më interesante, sepse çdo moment mund të jetë ai që ndryshon gjithçka. Ndryshe nga disa histori të tjera që janë zgjatur pafund, si ajo e Mateos që ka kaluar eksperienca të shumta pa arritur në atë moment të shumë pritur, Miri nuk duket si dikush që do ta lërë këtë gjë pezull për shumë kohë. Ai jep përshtypjen e një personi që kur ndjen diçka, nuk heziton ta shprehë. Dhe kjo e bën situatën edhe më intriguese, sepse krijon ndjesinë se momenti i puthjes është thjesht çështje kohe. Por ajo që i bën Edisa dhe Miri të duken si një nga çiftet më të pëlqyera është natyrshmëria e tyre. Ata nuk duken sikur po përpiqen të krijojnë një histori për kamerat. Nuk ka teprime, nuk ka dramë të panevojshme. Ka vetëm një afrim të ngadalë, të sinqertë dhe të mbushur me emocione të vërteta. Me një ambient ku shpesh strategjia dhe loja marrin përparësi, një lidhje e tillë është si një frymë e freskët. Banorët e tjerë e vërejnë, publiku e ndjen dhe gjithçka rreth tyre fillon të marrë një ngjyrim më pozitiv. Ata sjellin buzëqeshje, jo vetëm për veten, por edhe për ata që i rrethojnë. Sigurisht, mbetet për t'u parë se si do të zhvillohet kjo marrëdhënie. A do të qëndrojë fort përballë sfidave të lojës? A do të arrijë të mbijetojë mes presionit dhe ndërhyrjeve të jashtme? Këto janë pyetje që vetëm koha mund t'i përgjigjet. Por për momentin, ajo që është e sigurt është se mes tyre po lind diçka e bukur. Dhe ndoshta, ajo puthje e shumë pritur nuk do të jetë thjesht një moment romantik, por një simbol i një lidhje që ka nisur në mënyrën më të pastër të mundshme. Një moment që do të mbahet mend jo vetëm nga ata, por edhe nga të gjitha ata që po ndjekin këtë histori hap pas hapi. Në fund, historia e Edisës dhe Mirit na kujton diçka shumë të thjeshtë, por shumë të vërtetë. Edhe në vendet më të papritura, mes kamerave dhe presionit, ndjenjat e sinqerta gjejnë gjithmonë një mënyrë për të dalë në pa. Dhe kur kjo ndodh, është gjithmonë diçka që ja vlen të ndiqet.